Regulatorit të energjisë. Drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadiku, tha se gjatë vitit të kaluar 224 raste të reja janë regjistruar me tuberkulozë në Prishtinë, ndërsa 53 raste janë zbuluar nga kontaktet me pacientë infektuar. Sadiku ka thënë se kjo sëmundje vazhdon të jetë serioze dhe me vdekshmëri të lartë në botë, teksa edhe në Kosovë vazhdon trendi i rritjes së numrit të pacientëve. Në dhe vendin ka nevojë edhe Prishtina, sigurisht ka nevojë të vazhdueshëm që të kemë një dispanser të tillë me qëllim që të bëhet trajtimi i këtyre pacientëve në një vend caktuar, për arsye se shpërndarja e tyre në përqendra të tjera mjekësisë familjare do të krijojnë probleme, duke pas parasysh se këta pacientë mund të jenë bartë sëmundjes të njerëzit të tjerë dhe njëkohësisht bazë takimit që kisha sot edhe me ekipin tonë që merret aty, ata mjoftuan që fatkeqësisht numri më i madh i atyre rasteve që janë të infektuara edhe viti i kaluar prap ju takojnë grup moshave të reja, që janë dikun 25-20 vjetë, e që i bjenë që ata potenciali tyre me përhap sëmundjen shumë i madh, ata janë shumica e tyre njerëz aktiv që bën jetë aktive dhe mund të